Përshëndetje miq të respektuar. Ekziston një problem, një rrezik shumë më i madh se ç'mund të jetë Kashmiri, Pakistani, India apo një luftë e mundshme, qoftë edhe bërthamore midis Indisë dhe Pakistanit. Kina ka kohë që i ka drejtuar projektilat e vet ekspansionist, jo vetëm ka rajoni, jo vetëm gjithandej në Azi, jo vetëm edhe në Afrikë, por në çdo cep të botës. Donald Trump ka shpreh gatishmërinë e vet që ti zbe, ti lëkund edhe në themel raportet të SBA-ve, qoftë edhe me aleatin shekullor të vet me Evropën perëndimore, të cilat e kanë themeluar së bashku edhe qytetënimin perëndimor, me gjithë që ekziston një frikë e madhe se reagimi i Indisë ndaj sulmit të fundit të kashmirianëve, më pastaj sulmet e Indisë mbi caqe civile dhe ushtarake të Pakistanit, pastaj kërcënimi i Pakistanit që sonte pritet ta kthej përgjigjen ushtarake ndaj Indisë, të gjitha këto e shtrojnë detyrimisht pyetjen se a thua ka ardhur koha e hapjes së kutisë bërthamore ose kutisë së Pandorës bërthamore në Azinë Jugore. Numri i përgjithshëm i kokave bërthamore midis Indisë, Kinës dhe Pakistanit është parafërsisht 630 koka bërthamore. Përtej kësaj, Kina kërkon të rrisë arsenalin e saj atomik bërthamor nga 320 në 1500 koka bërthamore deri në vitin 2035, pra në 10 vjetet në vazhdim. Këto tri vende, Pakistani, India dhe Kina, përbëjnë atë që quhet trekëndshi bërthamor i terrorit, natyrisht për shkak të nivelit ekstrem të armiqësisë që kanë këto tri shtete mes vete. Nëse qendra e gravitetit të sistemit global, sidomos të sistemit ekonomik global, ka filluar të zhvendoset drejt lindjes, konkludojmë se Kina dhe India do të përbëjnë dy shtyllat kryesore të sistemit global, për shkak se demografikisht Kina dhe India përbëjnë 36.21% të popullsisë së botës. Edhe India e di se çfarë është Kina, edhe Kina e di se çfarë është duke përgatitur India. Prandaj problemi i Kashmirit dhe i Pakistanit nuk është aq i thjesht sa mund të shpjegohet me terme të thjeshta. Është një kombatje, një etni, një racë njerëzish të cilët po dëshirojnë të krijojnë një shtet të tyre, apo se Pakistani po e ngacmon herher me konflikte dhe me luftëra Indin. Jo, është, siç thash në fillim të videos, diçka shumë më thellë. Kashmiri dhe Pakistani janë duke u përdorur nga ana e Kinës si dy leva për realizimin e ëndrrës së vet Pekini zyrtar. Për te gjithë kësaj, Kina është duke u përpjekur që të dalë nga shekulli, siç e quan Kina, shekulli i poshtrimit, në cilën e kishte vendosur kolonializmi perëndimor, përfshirë edhe Rusinë. Në të njëjtën kohë, Kina po përpiqet të krijojë zona interesi në mjedisin përreth, në Azinë lindore, juglindore dhe jugore. Në të kundërtën, po të mos e kishte këtë ambicie Kina, pse të fillonte atë projektin që konsiderohet më i madhi në 50 vjetët e fundit, projekti i Xi Jinpingit që quhet një brez, një rrugë. India
është duke u përpjekur të siguroj geopolitikën si dhe sigurin e saj kombëtare në 3 drejtime kryesore. Shqyrni ballafaqimi i Indis me Kinën dhe vetë mund të kuptoni parafërsisht sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë lënë me njanë Pakistanin si tani një mash e pavlefshme më për interesat e saj afatgjate në Azi, në paqësor dhe në botë dhe është ngjitur si mishi me thonin me Indin. Për shkak se India është shteti i vetëm në Azi që mund të prish lojrat e Kinës drejt zhvillimeve apo pushtimeve ekonomike që ja ka mësyer bota. 1. Fronti veri perëndimor ku ndodhet Pakistani, veçanërisht pasi ky rajon më parë ishte rajoni nga ku themelohet perandëria mogule dhe perandëri kjo që e kishte pushtuar Indin e atëhershme para perandërake dhe e kishte mbajtur nën administrimin e vet plot 308 vite. Në anën tjetër, në verilindje tashi, India ka edhe më tutje mosmarrëveshje kufitare me Kinën, me gjithë që, sipas ekspertëve të njohur në botë, në lidhje me atë pjesë të botës, Himalajet janë ato të cilat i sigurojnë Indis një mburoj e nga ndonjë ndërhyrje ushtarake toksore e Kinës drejt New Delit apo tokave indiane. Dhe së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, vija bregdetare e Indis e gjatë 7516 kilometra përbën një kërcënim të vazhdueshëm për sigurinë kombëtare të Indis ka nga fronti detar. India në fakt e di se anglezët e kishin rrëzuar dhe rënuar perandërinë mogule pikërisht nga ana e detit. Prandaj India mundohet që ta siguroj anën detare të saj, oqeanin Indian, përderisa Kina nëpërmes pushtimit ekonomik dhe vendosjes së bazave të saj ushtarake në Sri Lankë dëshironte që ta izolonte Indin. India, duke e ditur faktin e kolonizatorëve britanik që e kishin rrëzuar perandërinë mogule kadete, India vazhdimisht ka punuar që ta zhvilloj flotën e saj ushtarake, që të krijoj një bazë ushtarake detare të atill që Kina të mendoj 100 herë nëse vendos të reagoj diçka me Indin ka ana detare e saj. Për te gjithë kësaj, Lordi Louis Mountbatten, ai i cili e kishte ndar Indin me Pakistanin dhe e kishte bërë me gjithë që një armik i but, i vogël për Indin, e kishte bërë një mollë sherri për qëndrueshmërinë ekonomike, politike dhe të përgjithshme të Indis. Armiku i betuar i Indis, pra, sikur edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është Kina e cila po punon në bllokimin e Indis nga ana detare. Gjithashtu, Lordi anglez, Mortimer Durand, e kishte bërë vijendarse të gjatë, ajo që është quajtur më parë loja e madhe në Azinë qendrore midis anglezëve dhe Rusisë, vija e Durantit. Vija e Durantit është ajo që e vendos Afganistanin e sotëm si një shtet tampon midis fuqive të mëdha të kohës
Dhe ky Afganistan është shteti i cili ka krijuar më së shumti probleme në 40 vjetët e fundit në gjithë territorin e Azisë. Një fuqi botnore e cila, nëse po të ishte ajo tokë e Afganistanit ta zëm në dorën e Gjermanisë, të Gjermanëve, të ishte Gjermania, ajo tokë e Gjermanëve apo e Britanikëve, unë jam mëse i sigurt se nuk do t'ju duhej as Britanikëve, as Francezëve, as Gjermanëve të punonin ka shumë për të bërë superfuqi apo fuqi të botës. Do të mjaftonte toka e pleshme për bim narkotike që bin atje nga vetvetio sikur pirovina në tokat tona. Prandaj, loja geopolitike që shfaqet në Azin jugore është ajo e cila i përcakton edhe dirigjivat apo e dikton geopolitikën edhe në Azin lindore, edhe në arkipelagun Malaj, deri në Australi andej dhe gjithsesi nëpërmes tregtisë dhe rrugëve detare dhe toksore të atjeshme, ndikon edhe në lindjen e mesme dhe ajo që prek lindjen e mesme natyrisht prek në mënyrë të drejt për drejt interesat perëndimore në veçanti të Francës, të Britanisë dhe tani sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu, Kina, përderisa po flasëm për Pakistanin dhe Kashmirin, andaj ju thash se ekziston diçka shumë më thellë, shumë më rrezikshëm përtej asaj që po quhet luftë indiano-pakistaneze apo çështja e Pakistanit, e Kashmirit, më falni. Kështu Kina po përpiqet që ta mbyll Indin si nga toka, si nga deti. Ajo ka kërkuar dhe po punon për një hegemoni indirekte, fillimisht mbi Sri Lankën, për të ndarë këtë këmbë Indian Sri Lankë që janë një racë dhe për të pozicionuar aty që të mos lejoj fregatat dhe nëndecet e ardhshme indiane televizin si dëshirojnë, sepse Kina e di se pas Indis tani qëndron Washingtoni, qëndron Amerika dhe natyrisht nga ana tjetër Kina ka investuar hiç më pak se $160 miliard vetëm në Pakistan për të ndërtuar rrugën dhe hekurudhën e cila kalon nga koka e Pakistanit atje tek Kashmiri që lidhet me Kinën dhe zbret tek porti i njohur pakistanez, por që quhet porti i Gvadarit. Pra, njëra anë nëpërmes Kinës, nëpërmes detit do ta bllokoj Kinën, rrjedhimisht Amerikën, nga ana tjetër Kina dëshiron ta bllokoj nga ana toksore nëpërmes kësaj rrugës nga Shangaji nëpër gjithë Kinën, te Kashmiri nëpër Pakistan për të zbritur te porti i Gvadarit, që ky port shikon ka xhiri i Omanit dhe natyrisht xhiri i Omanit aty ku futet te xhiri i Hormusit, ku është Irani aty dhe shtetet të tjera, vend në për të cilin kalojnë 27% të sasive të naftës dhe të gazit në gjithë botën. Gjëja më e rëndësishme këtu është që të rrethohet Kina dhe India dhe më pastaj të dobësohet ajo. Në anën tjetër, India vazhdimisht kërkon aleancë me Perëndimin, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo është duke zhvilluar një aleancë të paparë deri më tani në historinë e saj edhe me Japoninë, mbase disa herë ka marrë pjesë në stërvitje të përbashkëta detare me japonezët. India gjithashtu kërkon një aleancë edhe me Afganistanin. Shiko tash,
me Afganistani ka përtej, ka mbi Pakistanin, duke shfrytzuar sidomos armiqësinë historike midis popullit afgan dhe popullit pakistanez, midis Afganistanit dhe Afganistanit dhe Pakistanit, armiqësi këtë apo ndarse këtë, të cilën e pati vendosur Lordi Mortimer në vitin 1893, duke i ndar kombin pashtun në dy pjesë. Njëra mbetet brenda Afganistanit që konsiderohet etnia kryesore që i dikton politikat e brendshme të Afganistanit, dhe pjesa tjetër e kombit pashtun mbetet brenda Pakistanit lindor. Pra kombin kryesor, popullin më të madh të rajonit pashtunët, Mortimeri në vitin 1893 e ndan në dysh. Këtë ndarje pra, duke e shfrytzuar Afganistanin kundër Pakistanit, India mundohet që ta luaj lojën e afrimit ka Afganistani, e ndihmës për Afganistanin. Rrjedhimisht India ka luajtur një rol serioz dhe të pa kontestuar edhe në afrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Afganistanin, e sidomos qëndrimet dhe politikat e Donald Trump përgjatë periudhës së tij të parë si kryetar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. India kështu, një komb kontinental, detar, një ashtu si kur Kina po kërkon të modernizoj vazhdimisht forcat detare për ta stopuar invazionin, edhe njerë po them, dhe ekspansionizmin shumë të rrezikshëm të Kinës në ujrat e Oqeanit Indian dhe nga ndej në botë. India, gjithashtu, së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kërkojnë, po punojnë me insistim që ta dështojnë iniciativën e shipingut Një brez, një rrugë, dhe në vend të kësaj të fillojnë projektin në kushte të reja, me pagesa të reja, për krijimin e një koridori tok-det, i cili fillon nga Mumbai i Indis dhe nëpërmes gjirit persik, vendeve arabe, të shkon më pastaj në Evropë, e nga ndej përtej Atlantikut edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të transportohen mallrat e këtyre vendeve. Duke e ndjerë këtë lojë të Indis dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për demolimin e projektit të shipingut Një brez, një rrugë, që është në fakt rruga e mëndafshit edhe në për Turqi edhe në për Pakistan. Turqia e nuhat nga larg këtë projekt të ri indiano-amerikan dhe shkon dhe detyron Irakun që ta lidh marrëveshjen me Turqinë për atë projektin të cilën e kam përmend më shumë se një herë, projekt 1200 kilometra të gjatë, rrugë, hekurudh, pipelinat e naftës dhe pipelinat e gazit që shkon nga Basra në kufit e Turqisë, nga ndej në Rejhanle dhe prej Rejhanle në për ujrat e mesdheut Mediteranit në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Turqia e bën këtë përgatitje në mënyrë që nëse realizohet kjo, të ngjitet me projektin indiano-amerikan. E nëse nuk realizohet projekti indiano-amerikan, që nafta dhe gazi i Irakut dhe i vendeve të gjirit persik detyrimisht të kalojnë nëpërmes atyre pipelinave dhe asaj rruge në për Turqi dhe në Evropë. Turqia me këtë projekt pati goditur 3 zogj me një gur. 1. Këtë projekt të ngjitet me atë indian. 2. E detyroi Irakun të pranoj kushtet e Turqisë
edhe për demolimin e PKK-s. Për ndryshe nafta e Irakut për 9 vite nuk është shitur në Evropë, e detyron Irakun pra që t'i pranon kushtet e Turqisë dhe e treta Turqia po dëshiron të jetë epicendra e haxhilerëve dhe njerëzve që shkojnë në umre, që haxhilerët e gjithë botës të ndalen fillimisht në Stamboll, të vizitojnë Hagia Sofin dhe nëpërmes Turqisë ka Iraku të shkojnë në vendet e shenjta, në Mekë dhe Medinë, dhe rruga e dytë të cilën e dëshiron Turqia është nëpërmes Damaskut apo riaktivizimi i hekurudhës së dikurshme të Sultan Abdul Hamidit nga Stambolli në Damask, në Amman dhe deri në Mekë dhe Medinë. Prandaj mendoj unë dhe jam mase i bindur se konflikti i tanishëm, megjithëse ka rrezik të shpërthimit apo të eskalimit deri në përmastër të një lufte bërthamore, ky konflikt tani po mendoj pakistanezo-iranian, disi e kam një farë ndjenje se këtë e bëri qëllimisht kryeministri i tanishëm i Indis Mondi. Ka 3 vite që Mondi është në thumë të kritikës në opinionin e brendshëm indian, për shkak të disa problemeve ekonomike, politike, natyrisht duke e varfruar popullin, duke bler armë për të mbrojtur nga Kina dhe i futur në një lojë të pafund, siç u pati fut dikur Bashkimi Sovjetik në garë për galaksin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në fakt Shtetet e Bashkuara të Amerikës e patën mashtruar thellë Bashkimin Sovjetik me një ekonomi jo as të qëndrueshme për të bërë garë për hënën, për diellin, për Marsin dhe për planetet e tjera, derisa detyrohet një ditë perestrojka, nëpërmes perestrojkës së Gorbachevit të dorëzohet Bashkimi Sovjetik dhe të pranon pastaj kushtet e SHBA-ve dhe të perëndimit për demolimin e armëve dhe raketave bërthamore gjithandej në tokën e Rusisë apo në vendet ku po trashëgoheshin nga ish Bashkimi Sovjetik. Prandaj po them se gjendja e tendosur ekonomike brenda Indis e ka detyru, ja ka imponuar momentin Modit, më falni, që të sulmoj kashmirianët, apo që të me shpionazhën e vetë, inteligjencën e vetë, ti përgadis disa kashmirian që të bëjnë atë aktin terrorist mbi turistët indian në pjesën e Jammu apo të Pakistanit që administrohet nga India dhe më pastaj ta zhvillon sulmin, ta nxit nacionalizmin në mënyrë që t'i fiton votat në zgjedhjet e ardhshme. Një problem tjetër që konsiderohet serioz, unë deri tash e spjegova ku është thelbi dhe ku bëron thelbi i problemit të Kashmirit, tani me terme teknike ta shpjegoj në pak minuta atë që po ndodh në Kashmir. Problemi kryesor tani midis Indis dhe Pakistanit nuk janë luftimet, nuk janë bombardimet sporadike, por është problemi i lumit Indus që gjarpëron përgjatë kufirit midis dy vendeve, Indis dhe Pakistanit, dhe Modi është kërcënuar se do t'i ndalë rrjedhat e lumit Ind që shkojnë në Pakistan, do t'i thonë digat e Pakistanit dhe kështu gjysmën e popullatës së Pakistanit, që është akomoduar në Punjab dhe që jeta e tyre varet nga bujqësia dhe nga lumi, nga degët, pendat e lumit Ind që ta dorëzoj dhe demoloj Pakistanin. Pakistani, nëse vërtet vendos, edhe ato duke u mbështetur nga jashtë, nëse vërtet vendos që ta sulmoj me bombë atomike, arsyeja do të jetë lumi Ind, ndalja e ujit dhe nxitja që mund ta bëj Kina
për ta që rregulluar dhe çmontuar gjendjen e tanishme të Indis pro-amerikane gjithsesi. Edhe pse po them se ekziston mundësia e përdorimit të bombave bërthamore, e që unë besoj, analizat e mia nuk e shohin këtë rrezik si rrezik potencial. Është më shumë një lojë nervash për konsum të brendshëm. Megjithatë, nëse rastësisht fillon kjo luftë, shtrohet pyetja se çfarë mund të ndodh botës. E para, temperaturat globale mund të bien nga 2 deri në 8 gradë Celsius. Rreshjet mund të ulen nga 15 deri në 30%. Dhe kjo do të shkaktoj atë që shprehet me termet më katastrofike dimri bërthamor në atmosferë. Rajonet për rreth do të preken drejt për drejt nga këto ndryshime atmosferike, do të dëmtohen deri në 90% bujqësia dhe blegtoria e vendeve, do të ketë përveç humbjeve dhe dobësimit të efikasitetit të prodhimit bujqësor, komunikacioni, telekomunikacioni, natyrisht çmimet e ushqimeve. Gjithkund në botë do të rriten me një shpejtësi marramendse, kështu që siguria globale do të jetë në një rrezik të papar deri më tani. Ndryshimet klimatike do të prekin edhe Evropën, Ballkanin, ndërsa llogaritur sipas ekspertëve, Evropa juglindore ku është edhe Ballkani aty, më së shumti do të preken në bujqësi, në blegtori, si dhe në paraqitjen e kancerit në përmasa dhe shpejtësi marramendse. Nisur nga të gjitha këto rreziqe, Guterres deklaron se bota është para një rreziku të madh dhe kjo botë e tanishme nuk është në gjendje të përballoj një luftë të mundshme bërthamore midis këtyre dy vendeve. Problemi kryesor sot i botës sot është Kina. Andaj, mos them ju porosis, por mendimi jam është deklaratat e Donald Trump, qëndrimet e tij, vendimet e tij në lidhje me Grenlandën, me Kanadan, me kanalin e Panamas, me Meksikon, me Afrikën, me vendet e lindjes së mesme, me sipas teorisë doktrinës James Monroe në Amerikën Latine, pastaj me Indin. Të gjitha këto janë imponime që i janë bërë Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë kohë dhe në këtë kohë vije Donald Trump deri në një video të radhës. Mirëmbëjtje.